Gjesti ka disa ditë që shpreh mall për familjen e tij, të cilën nuk e ka takuar prej muajsh. Edhe pse ka pasur një herë mundësinë të shohë motrën dhe vëllain, izolimi i gjatë ka bërë që malli të rritet çdo ditë më shumë. Sot, ndërsa qëndronte vetëm në obor, ai u pa me lot në sy duke ju drejtuar familjes me fjalët prekse. Familja ime, seriozisht ka mall për ju. Jam duke u çmendur. O Zoti i Madh, po më mbyt malli për ju. Çdo gjë kam për ta bërë për ju. 5 muaj kam hyrë në izolim për ju. Kështu kam për të ecur zhag. Vetëm për ju, hiç për vete, s'më intereson për vete. Ndërkohë, tensionet brenda shtëpisë kanë arritur kulmin. Sot, Gjesti pati një debat të ashpër me Eglin, e cila në një moment i tha se nga ajo nuk do ta dëgjonte më kurrë fjalën të dua. Egli madje shtoi se më mirë ja thot një qeseja të fjalë gjithë ditën se sa ati. Që nga rikthimi i saj në lojë, marrëdhënia mes tyre është përkeqësuar dhe Gjesti duket gjithnjë më i rënduar psikologjikisht. Me mbi 150 ditë shëndrimi të izoluar, ai tashmë ka thyer rekordin botëror për shëndrimin më të gjatë në një format si Big Brother, por efektet e këtij izolimi po bëhen gjithnjë më të dukshme. Jetesa për kaq shumë muaj në një hapësirë të mbyllur, mes debateve dhe presionit të vazhdueshëm, dhe pasojat të thella psikologjike tek lojtarët. Stresi, ankthi, lodhja emocionale dhe izolimi nga jeta reale mund të kenë ndikim afatgjat në shëndetin mendor të tyre. Ky reality show, pavarësisht se është një lojë, tregon qartë se sa sfiduese dhe e rëndë mund të jetë për konkurrentët që qëndrojnë për një kohë të gjatë të mbyllur. Dhe Gjesti, i cili tashmë ndjen peshën e çdo dite të kaluar në izolim, po përjeton pasojat më të forta të kësaj përvoje ekstreme. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!